Shoqëria Renale Ujësisë Kanalizime SHA po bën një ndërhyrje në rrugën nr. 8 në Velipoj për zëvendësimin e 3 posetave të ujërat të zeza, të cilat kanë pësuar dëmtime dhe ankthyer një shqetësim për banorët. Inxhinieri i firmës që po zbaton projektin Shpëtim Saliaj thotë se riparimi i defektit po bëhet sepse posetat ishin jashtë funksionit. Sot jemi këtu për të bërë ndërhyrjen e 3 posetave, kanë pasur probleme, kanë çeduar dhe nuk funksionojnë në kolektorin që përcjell ujë drejt stacionit të pompave. Për shkak të problematikave që kanë sjell këto, është vendosur nga Ujësisë Kanalizimi që të bëhet ndërhyrja dhe në prag të sezonit të jenë funksionale. Në bashkëpunim edhe me Ujësisë Kanalizimi këtu, mendojmë se brenda një jave kjo është rehabilituar dhe është kthyer në gjendje funksionale. Kjo këtu shërben komunitetit rreth 30 familje dhe është një gjë e domosdoshme që mos të sjellim shqetësime e këtyre banorëve. Pavarësisht se këtu janë rreth 30 familje, por gjatë sezonit veror është një numër i konsiderueshëm i turistëve që prurjet e ujrave të zeza vinë dhe shtohen dhe problemi i tyre është kjo ndërhyrje që ne duhet ta bëjmë sa më shpejt që të jetë funksionale. Kjo ndërhyrje ujësiesit të Shkodrës për zëvendësimin e posetave vjen dhe në prag të nisjes së sezonit turistik në një prej rrugëve me një numër të lartë pushuesish në Velipoj.